sot për sot është thjesht formal. Dhe kur them është formal, nuk dua të analizoj shkaqet dhe motivet dhe arsyen dhe kontekstin, por thjesht dua të jap faktin që rehabilitimi si koncept sot në burgje është një koncept formal. Pse është formal? Që do të thotë nëse Që do është të thotë formal nuk bëhet. dhe me që nuk bëhet, do të thotë më tej akoma që në nisje sistemi është i dështuar, sepse sistemi synon rehabilitimin dhe risocializimin e të burgosurve, të dënuarve. Për mua po. Më lejo të shpjegoj vetëm një gjë, jo për të belulin, por thjesht për të qenë korrekt me veten. Unë kam studiuar, doktoratura ime është për burgjet në Shqipëri, për komunikimin në burgje. Sigurisht jam një aktivist i Komitetit Shqiptar të Helsinkit që nga viti 2004, por e njoh jo vetëm për Helsinki, por edhe për shkak se kam bërë studimet e mia doktorare. Arsye profesionale është dashur të hysh në detaje. Edhe të studioj, të anketoj më shumë se 10% të popullatës së burgjeve. Në vitin 2013-2012, kur unë kam bërë studimet doktorale, popullsia e të burgosurve me arsim të lartë ishte thuajse 0. Ndërkohë, sot, ne kemi në burgje një popullsi shumë të madhe me arsim të lartë, që do të thotë qasja e administratës duhet të ndryshojë, se nuk mund të trajtosh më një njeri që është pa shkollë, që ka nevoja bazike, me një njeri që ka qenë ministër, që ka qenë deputet, që ka qenë shef policie, që ka qenë prokuror, që ka qenë gjyqtar, që e njeh ligjin, që i di kërkesat, që nuk të lë të ta shkelësh atë ligjin, që e ndan se ç'është privilegji dhe se ç'është ndëshkimi në brenda një sistemi të izoluar burgjesh. Prandaj thash që ne kemi nevojë për një reformë të thellë në mentalitet dhe në infrastrukturë. Ne kemi akoma burgje të ndërtuara që në kohën e Zogut. Ne kemi akoma burgje që nuk i përshtaten asnjë koncepti për të bërë atë që ju thatë rehabilitim. Se rehabilitim do të thotë, më fal ta mbaroj, rehabilitim do të thotë që i burgosuri duhet të ketë brenda atij regjimit brendshëm një bibliotekë të pasur, që edhe ky koncept i bibliotekës është një koncept formal. Po t'i pyesësh sistemin e burgjeve, thonë kemi biblioteka dhe po të shkosh do të tregojnë disa libra. Është e vërtet, po çështja është që ata librat shpeshherë nuk ndodhen brenda atij regjimit. Pra për t'i marrë ata libra duhet një proces administrativ policor që e vështirëson takimin e të dënuarit me librin, aksesin. Rehabilitim do të thotë një kujdes dinjitoz